Kur vendosa të krijoj një podcast, arsyeja kryesore ishte sepse sigurisht më mungon të ekrani, më mungon skena dhe është profesioni im I parë. Shumë njerëz më thanë që po kopjon Edi Ramën. E përgjigjja ime është po kopjoj Edi Ramën. Edi Rama e nisi I pari këtë punë dhe duke qenë se bëri një sukses absolut, pse jo, të mos bëja dhe unë një podcast timin që e kam vendosur në një nga shtëpit Bujtin të Rehovës të bukur të mrekullueshme. Pse Fjakra? Fjakra është bot kuptimi I fjalës fjala është e pakrahasueshme. Dhe vërtet fjala është e pakrahasueshme qysh në krijimin e botës edhe deri në sot. Fjala lumturon, fjala lëndon, fjala dashuron, fjala largon, fjala afron. Pra fjala është vërtet e pakrahasueshme. Autori I titullit të emisionit tim podcast Fjakra është inteligjenca artificiale. Në një bisedë timen personale me ChatGPT, kur bisedoja dhe pasi më njohu dhe më komplimentoi për punën time si artiste dhe si politikan, I shpreha ambicien për ndërtuar një podcast, më ndërtoi një strukturë dhe më propozoi disa emra nga ku Fjakra, pra fjala është e pakrahasueshme, ishte propozimi I inteligjencës artificiale. Nuk e fshe xhelozin time si krijues prej 20 vjetësh tashmë si autor dhe shkrimtar që Fjakra e tejkaloi mendimin tim në atë moment si ide që duhet I vinte natyrës humane, por I erdhi natyrës virtuale. Nuk e di sa do të na sfidoj ende edhe më, nëse inteligjenca artificiale do na sfidoj në mendësi, në stil jetese, apo larg qoftë në dashuri, ku një robot të ta marrë të dashurën se është më I zgjuar, më I përkushtuar, më romantik dhe më I dashur se sa ty. Ne nuk e dim se ku do të shkojë. Ndonjëherë perceptimi im për inteligjencën artificiale është si perceptimi për jetën jashtëtoksore. Shumë fjalë ka, nuk dim ku janë, nuk dim nëse I kemi miq apo armiq, por ata janë. Nuk I kemi parë, por janë. Inteligjenca artificiale është mes nesh. Shpresoj, uroj dhe do të punoj që të jetë partneri jon në një botë më të mirë, më të pastër, më të qetë, më të paqët, më të dashur. Pra, fjala është e pakrahasueshme. Unë nisa podcastin me një pyetje online për të thënë se kush do të ishte I pari I ftuar. Mora shumë propozime ku nga ish kolegët e mi të Portokallis deri tek Edi Rama, Sali Berisha dhe shumë njerëz cilët do të jenë apo nuk do të mund të jenë për shkak se si do të shkojë ky podcast ne nuk e dim. Megjithëse me ChatGPT do ta bëj një bisedë pas disa serive për të pyetur si kemi ecur. Unë vendosa të kem Fabianin. Fabiani është ky. Shohim pak sekonda dritë për ëndrat dhe pastaj kthehemi në studio ta vazhdojmë diskutimin me një super çunë si Fabiani. Ti beson tek baba gjyshi? Unë do të besoj tek baba gjyshi. Në fakt, diçka që na sjell në Turin, pse mos e besosh? Çëm si kasa reale është? Një nga gjetjet më të bukura në gjithë këtë karierën e përzierë midis artistit dhe kryetarit të bashkisë ka qenë ndezja e dritave të fundvitit për festat e 2024-2025. Kur drejtoresha e shërbimit social e dha si ide, nuk pat asnjë dyshim se a do ishte sukses apo jo, por që do ishte kaq sukses, nuk e dija. Dhe tani me mua këtu është një nga çelësat e suksesit si përmarrjes dritë për ëndrat, sepse dritë për ëndrat nuk ishte thjesht një ndezje dritash për një fundvit, po një koncept të cilin ne do ta zhvillojmë, po jam I bindur që do ta kemi edhe një podcast për këtë temë në një nga ditët. Fabian, mirë se erdhe. Faleminderit. Ti e ke akoma të kujtohet, pra I ke akoma ato emocionet e asaj dite kur ne ndezëm dritat atje në shesh? Po. Si ka qenë për ty ai përjetim? Domethënë, kush ta tha si ide njerë? Kush si u gjende në atë ide? Mua më tha pse se Iva. Unë jam kënaqur doja që të isha. Prezente atë. Dhe jam kënaqur shumë. Faleminderit juve që më zgjodhën mua. Nuk të zgjodha unë në fakt vet. Faleminderit shumë. Qa ishte për ty? Si ishte si përjetim? Pate emocione? Po. Pate, kishe, Po,
Kur kishe ditën e parë, se ne ti themi ca gjëra, se këtu i themi gjërat siç janë, pjesën e parë e xhiruan pa njerëz, një ditë përpara. Pastaj ndezjen e dritave e bëm të nesmen dhe ishte ai qyteti plot. Kur dole atje ke balkoni dhe për gjithë qytetin plot, çfarë përjetove kështu? Kënaqësi. Kënaqësi, nuk kishe emocione, ha? Jo. S'kishe emocione. Në fakt ja të shoh edhe tani shlirët kështu në mikrofon, s'ke emocione, ke në prirje për aktor ti? Po, e kam. E ke, ha? E kam pak. Qa ke qef të bësh kur të rritesh? Më shumë e kam për futbollist. Futbollist? Edhe këngëtar. Edhe këngëtar? Po mirë. E kam shumë qef. Midis kujt je më shumë, midis futbollistit apo këngëtarit? Apo të dyja? Të dyja. Besoj se mund të zgjedh këngëtar. Mund të zgjedhësh këngëtar. Shiko Fabian, kjo të dyja rrugët, pra si futbolli, si këngëtari, është rruga e famës që quhet, që ti bësh shumë i njohur, edhe fama ka gjëra shumë të mira, po ka edhe këtë pjesën, për shembull, nuk e di ai shef ti për shembull që ja merren me mua në për portale, më shkruajnë, më shajnë komente, gjëra. Jeti, si e mendon sot për shembull, jeti i gatshëm ta përballosh famën që do kenë ca njerëz që Fabianin do ta duan, po ca njerëz që Fabianin s'do ta duan. Po, e përballon, ë? Po. E përballon. Po te këngat të cili zhanër je? Për shumë këngë. Po kene një këngëtar të preferuar që do doje ti ngjaje për shembull? Po. Kush është? Noizi. Noizi. Çfarë të pëlqen nga Noizi? Më pëlqen shumë këngë që. Kë ke të preferuar nga këngët e Noizit? Tani nuk e si kam të gjyrë të tëra, Po, atë një. që bëri për Dirame. Ashtu, ha? Që atë. E këndon dot? Ja. Pse? Ti di shumë mirë fjalë. Nuk e di shumë mirë Nuk fjalë. e kam dëgjuar të plot, vetëm gjysma. Gjysma. Mirë, unë do të ta dërgoj në WhatsApp që ta kesh, domethënë ta mësosh gjithën. Po ëndra për muzikën është ende e paprovuar, pra ti s'ke kënduar akoma apo jo? Po kam kënduar një herë. Ku ke kënduar? Kam kënduar në biblioteka, kam bërë. Qa këngë këndove aty? Po tani nuk e se jeti shumë mirë. Emrat po kam shumë. Jo, aty Në kopër. këngë këndove. Kam kënduar nuk festoj pa ty. Aha. Ti e di që nuk festoj pa ty, e kam bërë unë? Nuk e di e? E kam bërë unë. Jo si muzikë, se unë si jam muzikant, po si tekst këngë e kam bërë unë. Mua më pëlqen shumë. Të pëlqen, faleminderit. Si e keti, Fabian, raportin me mësimet? Me 10 Me 10, a? Po. Ku je më mirë nga të gjitha? Në matematikë dhe në Po, dhe në anglisht. unë kam qenë tap topi në matematikë, Fabian. Po tap topi, po të theme, mësoja me aq matematikën, fizikën, kimin, i mësoja nga e keqja, si kisha qef fare. Pastaj letërsinë e mësoja me qef. Matematikë nuk e se ka më shumë qef. Po prapë mëson. Po. Ke durim të ulesh dhe të mësosh. Se dua. Më duhet në jetë. Bravo. Në fakt, shkolla të duhet t'i heqim këto. Deri në fund duhet të jetë shkolla. Po të më thuash futbollist dhe këngëtar. Edhe të kesh këtë ambicie për të mësuar, nuk më rrinë të dyja. Ti e di që në Itali, për shembull, barsaletat më të famshme për njerëzit që nuk kuptojnë janë për futbollistët, apo jo. Për shembull, është një libër i tërë për Francesco Totin, ku e vën në lojë si një njeri jo i zgjuar. Ndërkohë ti pas ka ambicie edhe për të mësuar. Doj që futbollin apo këngën ta kesh si profesion të parë, apo ti je diçka tjetër tipit jurista, doktora, apo arkitekt? Po se kam menduar, po për që kam shumë muzikën. Muzikën. Do më thënë, ta ushtrosh, ta këndosh, Po. apo edhe ta kryosh vetë muzikën? Në njërë edhe kryoj vetë. Edhe kryon vetë. Çfarë kryon për shembull? Kryoj fjalë, për... Ke shkruar një poezi vetë për shembull? Jo. Po pse s'tenton të shkruash? Filloj nga gjërat e thjeshta fare, për shembull kur mami apo babi të kenë ditëlindjen, tu bësh disa vargje të thjeshta, thjesht për t'ia uruar si ditëlindje. Do të filloj. Do fillosh ta. Do marrë një fletor që të shkruaj gjëra. Kam filluar një, po nuk... Nuk të ecën. Po. E pse? Nuk më kryoj fjalë. Ideja pra që ka kuptim pari. Fjalët përgjithsisht që krijon ajo që në art quhet muzë. Pra muza është kur ty të vjen frymëzimi vet dhe ti vet nuk e kupton nga të vjen, edhe të vjen si frymëzim. Kështu që mos e kërko me zor, po thjesht
ullu, relaksohu, qetësohu dhe mendo çfarë do të thuash dhe pastaj fillo ta shkruash. Do ta provosh, do ma çosh mua poezinë e parë që do shkruash. Po. Si është qyteti i Ersekës për ty? Shumë i bukur. Është bën plot me kënaqësi. Për shembull? Janë shumë është bën plot me njerëz. Ka njerëz për ty, pra ti se kam shumë njerëz që kur unë postoj më shkruajnë s'ka njerëz fare, që aty është bosh. Është bosh ky qyteti jonë, Fabian? Jo. Jo, a? Ka njerëz. Çfarë i mungon qytetit? Çfarë i mungon qytetit? Ti, çfarë mendon se i mungon qytetit? Asgjë. Nuk ka një gjë që i mungon, që ti do ta doje ta kishte. A? Jo, nuk Jo. ka asgjë. Po ti ishte ti kryetar bashkie në vendin tim për shembull, si do punoje, çfarë do bëje? Do ndihmoja njerëzit. Si do i ndihmoje? Do t'i pyesja. Si? Nëse kishin në një gjë që i duhej, Aha. do t'i doja, do t'i dëgjoja, më shumë do i ndihmoja për çdo gjë. Të vrapër do bëja bamirësi për çdo njeri. Ka të varfër shumë këtu, Fabian? Nuk e di. Ty si të duket, pra ke lagja jote, ka të varfër shumë? Jo. Nuk ka të varfër shumë, nuk ka. Po ke shkolla fëmijët si janë, keni shok që janë të varfër që ty të vjen keq që do doje? Nuk ka. Asnjë të varfër. Nuk ka të varfër. Çfarë është për ty lumturia? Në gjë më e bukur të botë. Po je i lumtur ti? Po. Je. Çfarë të lumturon më shumë? Më shumë më lumturon kur shikoj njerëz që janë të mirë, që janë njerëz të mirë, që jetojnë mirë. Po për veten tënde, ty, çfarë të lumturon? Lumturon që kam prindër të mirë. Vetëm kjo? Nuk e keti për shembull një dëshirë, një ëndër, një gjë që do doje të realizoje dhe ajo do të lumturonte më shumë. Jo, nuk ka. Nuk ke ëndra. S'ke ëndra ti? Nuk më dukesh djalë që s'ke ëndra ti. Tani kam ëndra për diçka, por nuk. S'tuhet këtu? Pse? Unë këtu kam vendosur që ti them të gjitha. Dhe shikon, unë nuk është se po bëj kështu reklama kot. Këtu i themi të gjitha. Çfarë do ishte kjo ëndra jote që ti hajde, le ta themi Që këtu. unë të shkoja një në Portokalli. Të shkosh në Portokalli? Po. Po këtë ta realizoj unë fare thjesht. Kjo është ëndra që nuk thuaj më. Po. E kam shumë qejf të shkoj në Portokalli. Atje ke skena? Apo të ulesh në publik? Të shikoj një ta shikoj. Ta jap fjalën që do të çoj unë shumë shpejt. Dhe këtë do ta bëjmë pas zgjedhjeve, se do thonë ky maskaraj e bëri kastile për zgjedhje. Domethënë, pas zgjedhjeve do të çoj unë dhe ti do ta, jo vetëm që ta shikosh Portokallin, po me të gjithë çunat dhe gocat shokët e mi të Portokallis do bësh foto edhe ti kesh. Je dakord? Po. Do na jap lejen prindrit që të vish me mua që të të çoj atje. Do marrim dhe mamin patjetër. Besoj se po. Kush të pëlqen nga Portokalli aty? Tyson dhe dhe familja Stari. Po kur Kedi ishte këtu që punonte, që bën Tysonin, e ke takuar ndonjëherë? Jo. Pse? Nuk e kam parë në një hira që të. Nuk. Se po të shikoja, do bëja 3 foto. Ashtu, ë? Po pse s'na the ne atje që të mund të ta realizonim këtë gjë? Unë do ta realizoj ty këtë gjë dhe kjo nuk diskutohet fare se s'është. Unë thash se ishte ndonjë ëndër shumë herë më e madhe, mo. Jo, kaq. Si është shkolla këtu në Ersek? Po, në Ersek është shumë e mirë. Edhe në Kaca, në gjimnas janë të pasjellshëm, përdorin shumë fjalë të pista. Sillen keqe. Po. Edhe implera në mjedis nuk kujdesen fare për mjedis. Po pse ndodh kjo? Si mendon ti? Ndodh me rritjen apo janë I ngri shumë vet, i vjen veta me qep, edhe mendon se s'ka njëri tjetër dhe i hedh. Po me ju se sillen me ju më të vegjëllit atje? Mos më takon një para, as mirëmëngjesi. Nuk thon as mirëmëngjes. Po mos do të ndodhe ty ky proces më Fabian kur të rritesh dhe ti që të bëhesh adoleshent, do sillesh ti ashtu?
Jo. Ja, nuk do sillet. Çfarë mendon ti se bën diferencën e edukat midis një njeriu dhe sidomos në adoleshencë? Njeriu? Se Duhet të jetë... shoqëria, mendoj unë. Shoqëria, ke shok ti? Po, kam shumë. Aha. Në dua dhe I dua shumë. Ashtu, a? Si është raporti Më si... respektojnë... Ke shokun tënd më të mirë? Matiasi. Aha. Matiasi shoku im më I mirë. Vetëm atë. Më ndihmon Për çfarë të ndihmon Matiasi ty? kur bëj detyrë dhe në një gjë që nuk e shikoj dot, më lexon, më shpjegon. Ti ke një mësues tëndin apo je në një klasë me të gjithë? Jo, kam mësuese ime që e kam mësoj se dinsa. Aha. Po ku s'është ajo më ndihmon shumë Matiasi. Dhe për këtë s'kam çfarë. E ndjen ti vështirësi në shkollë? Jo. Nuk ke në vështirësi në shkollë. Ta kanë thënë që je shumë I bukur, më? S'ta thon aty mësueset e këto, Matiasi më thotë shumë disa herë, je shumë I bukur, je shok shumë I mirë. Po? Ti je vërtet një djalë shumë bukuroshe dhe kush të vesh ty? Kush kujdeset për veshjen tënde? Në kuptimin Mami. fizikisht e kuptoj që vishesh vetë, po kombinimet, për shembull, që e kombinuar kaq bukur që je thyer sot me këto atletet e bardha, kush e bën këtë gjë? Mami. Nuk është se ti zgjedh vetë. Nuk e ke vetë një gusto të vetën, tënde. Kam pak, po më shumë mi zjedh mami. Mami mi gjithë çdo gjë. Mami të gjen çdo gjë, je I kënaqur me jetesën në familjen tënde? Po. Pra ju bëni një jetesë të mirë? Po, shumë. Prindërit u kujdesen që ju të keni një jetesë të mirë, apo jo? Po, Sa veta jeni në shtëpi ju, Fabin? 4. 4 veta. Edhe sa e madhe është shtëpia? Po, është sa. Ti je I kënaqur me hapësirën, nuk është se të duhet një hapësirë më e madhe. Jo, nuk. Kush është festa jote e preferuar? Festa ime është dita e verës, Pashkët edhe vitin e ri. Këto të tre I kam shumë gjë. Këto të tre. Po ka një arsye për shembull dita e verës, pse të pëlqen? Më përqen se të shpërndojnë vizët, Aha. vjen vera. Aha. Të pëlqen vera? Po. Shkon në plazh ti? Jo, asnjëherë, kur nuk kam shkuar në plazh. S'të pëlqen të shkosh? Jo, më pëlqen, por nuk kemi patur më shumë mundësi të shkojmë. Ashtu, a? Ku të pëlqen? Ku do doje të shkoje? Doja të shkoja në Dubai, të ikja në Tizja. Në Tizja dhe të pasën të rria. Aha. Edhe bëja dhe plazh, edhe vija dhe. Pra, është e kotë të pyes a di not, sepse ti nuk di not. Jo. Nuk di not. Do të pëlqen ta mësoje notin. Më pëlqen. Dua të mësoj. Po e keni diskutuar ndonjëherë në familje këtë pjesën e detit të plazhit? Jo. Jo. Po si e zvendëson ti këtë dëshirën e plazhit me veten tënde, pra, se kur është shumë vapër, është ajo që ti do të shkosh në det, çfarë bën këtu në Ersek? Më rësik, luaj, por s'kam, nuk është se bëj në një gjë shumë të madhe, por kam shumë shok, Aha. dhe me ata bëj shumë gjëra. Luaj, në një hera zihemi, pajtojemi për 2 minuta. Pajtojnë shpejt, ë? Po, shumë shpejt. Po mirë, e keni, domethënë, ke një vend të preferuar që sigurisht se ke parë këtu në Shqipëri, po do doje që atje ti bëje pushimet në verë, që të bëje plazh. Plazh, kam shumë vende për në Itali, Jo, them për në Shqipëri. Shqipëri, në Tiranë kam qenë fort. Nuk e qenë asnjëherë në Tiranë? Kam qenë vetëm një herë, po se kam parë të tërë. Nuk e ke parë të tërë. Vetëm një pjesë. Pra ne do na duhet që kur të shkojmë në Portokalli, të shkojmë që para dite që të shohim edhe Tiranën, apo? Okay. Do ta bëjmë, do vish me mua. Do marrim dhe Matiasin. Po, Edhe ai e ka qef Portokallin. më ka thënë ai. Ai, çfarë zbën? Si është perceptimi jot për Tiranën? Ç'a mendon ti për Tiranën që e pas ke kaq qef? Është shumë I bukur, është vend I madh. Ty do të pëlqen të jetoje në një vend të vogël dhe të qetë si Erseka, apo një vend I madh, I bukur dhe me shumë njerëz dhe I vrullshëm si Tirana? Jo, më mirë do rinë Erseka Tani, shumë më dimë. ma thua kot se jemi me kamera, apo e mendon vërtet këtë? Jo, mendoj vërtet. E mendon vërtet këtë gjë. Po atëherë, domethënë, si e ke raport në Tiranë, thjesht do që ta shohësh, ta vizitosh si vizitor. Po, Po mendon ti se do bësh dot një karrierë të suksesshme si këngëtar duke qenë në Ersek?
Nëse nuk mund, do të shkoj në Tiranë. Po, do vide në njëherë në Ersekën. Nuk e harron Ersekën. Nuk e harron Ersekën, a? Çfarë të pëlqen kaq shumë ty te Erseka? Dyqanit, bashkia, po. Çfarë të pëlqen bashkia? Pëlqen shumë. Godina? Ashtu, ë? Te zyra ime. Po. Ke qenë ke zyra ime ti? Po. Të pëlqen atë? Kush pëlqen shumë nga stafi i bashkisë? Mos ma bëj që vetëm thua mua se unë e di që jo, tjetër kush pëlqen. Tani nuk e se njoh të tërë. Aj sa njeh. Sa njeh. Babajin e Matiasi pa shoqëri fare. Ashtu, ë? Po pse? Pse të pëlqen? Po nga që është babai i Matiasit. Jo, nuk është puna. Jo, për është puna i pëlqet të tërë. Ashtu, ë? Se nuk e se janë putur në shumë vita. E qartë, po ata që njeh. Tërë. Po shoqe ke? Po, Gjansun, Perlën, Andrën. Si janë vajzat tu në Ersek? Shumë të mira. Në njëra edhe mburën. Për çfarë mburën përgjithsisht? Unë e thëndeve jemi shumë të bukura, ju jeni. Po janë vajzat e Ersekës bukura? Po, vërtet. E janë. Po. Janë më të bukura se në vendet e tjera, apo janë në përgjithësi mendon që vajzat janë bukura? Shumë bukura. Janë Në vendet të bukura. tjera të një fese? Çfarë vlerëson ti? Domethënë, çfarë shikon gjën e parë ke një vajzë që thua kjo është e bukur? Është e bukur. Pra, ku diun, flokët, sytë, çfarë shikon ti? Syt kap, ose po të ke sy blu, më shumë aty më shkon mend. Ashtu, ë? Gjithmonë aty. Tani këtë e ke në përgjithësi apo është në një vajzë që ka sytë blu aty edhe ti thua kjo është më e bukur? Jo, asnjë me sy blu, po. Perla është një vajzë që e kam shumë qejf. Ashtu, ha? Po. Si e kishte emrin? Perla. I ka sytë bluaja? Jo, Si ka syt? Se e shikoj shumë mirë, po. Pse? Aty si kapën të E ke në klasë? Po. Me atë Riki ditën. Me atë Riki. Riki. Dhe Matiasi. Çfarë veçon ti në sjelljen e saj që ty ta bën atë që t'jetë më veçantë se gjithë këto vajzat e tjera? Si dhe shumë mirë, më ndihmon. Nuk është se shoqet e tjera që ta preshin një qefin, edhe pasaj një sillen mirë, prapa korrezi të shajnë. Ashtu, ë? Ose Perla ta thot gjë reale, nuk të gënjen asnjëherë. Dhe Nuk ty, gënjen. edhe kur ti e ke gabim ajo ta thot. Po, Ti e pranon mendimin e saj? po, Po të thot të njëjtën gjë një tjetër do t'ja pranoje? po. Ja mendoj që jo. Do vajzë, njësoj. Por edhe se Perla është pak më veçantë. Është pak më veçantë. Çfarë ka të veçantë? Ka të veçantë flokët, veshja. Mëson. Mëson, ha? Po, Mëson më shumë se ty? Pa mi barabari jemi. Hanim shikinat për mësimet, ë? Barabari. Kur e ka ditëlindjen Perla? Nuk e di. S'ka mundësi mos ja dish, duhet ja dish. Nuk e di. Nuk e mban mend. Se nuk e se pys për ditë. Po mirë, jo, a e festoni ditëlindjen e saj aty? E pra, edhe se mban Se mend? nuk e se mba shumë një vend. Bëni ju me njëri tjetrin dhurata në shkollë? Po. Çfarë dhuratash bëni përgjithsisht? Një herë më jem në një herë në një varë, se po e këput. Po pse? E mbaj, dhe më dhe më këpute. Në një herë a bëjmë fleta, njëri tjetër. Unë kam një pyetje shumë të rëndësishme. Vërtet, e kam goxha të rëndësishme. Ore, si ja bën ti që je kaq pozitiv gjithkohës? Do doja shumë dhe unë ta kisha këtë, ke një pozitivitet shumë të madh. Do doja ta kisha unë herë për shembull, mërzitem, ngarkohem emocionalisht, më duket sikur gjërat do ecin keq. Si është besoj të vetja? E beson ke vetja? Ja da, Ke një sfidë të ndën tani që e ke sfidë që e di që doja dalësh. po. Kush është? Dhe ja dalë në mësime, kjo është gjë për mua. Kjo është kryesorja. Kryesorja është mësime, kaq. Si e mendon veten ti kur ti jesh i madhe, mendon veten njëri të pasur? Tani pasur i bardhë, unë do jem njësoj. Njësoj. Si të tërë njerëzit. Okej, As i pasur, as i bardhë. pse s'ka rëndësi pasuria? Mendon që s'ka? Jo, s'ka. S'ka fare apo është e nevojshme por jo e qëndësishme? E nevojshme dhe nuk është aq. Se po edhe pasuria ta i duhet, por jo aq shumë. Familja jote çfarë është? Është një familje e pasur? Ja. Pas e varg. Të dy. Të dy janë. Është
Një ide pas? Nëse do bëje një biznes ti, nëse do hapje një biznes, çfarë biznesi do ndërtoje? Biznes. Nuk e kam. Nuk e ke një ide. Nuk e kam. Di gjuhë tuaja, flet gjuhë tuaja? Vetëm anglisht, po nuk e vë shumë. So we can go to speak a little bit in English in this interview? Akun jemi akoma në klasë të Nuk mund të komunikojmë anglisht, domethënë, ha? Nuk mund ta bëjmë një pjesë të intervistës anglisht. Unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu me mua. Ke diçka për të thënë njerëzve të qytetit tënd? Unë i falenderoj shumë. Më shumë të falenderoj juve. Pse më falenderon më shumë mua? Po faljush jam këtu. Po ti je këtu sepse meriton, jo se unë të ftova. Ti ke bërë atë që çdo person që nis rrugën e famës bën, që të bjerë në sy. Dhe ti mua më re në sy. Se nëse ti nuk do ishe një djalë që do mbjerë në sy, unë do thoja, okay, Fabiani është djalë shumë i mirë, por në studio nuk më duhet, se nuk është se do më japi shumë për emisionin. Duhet të të falenderoj unë ty që në këtë emisionin tim njerëzit do ta shohin prej teje, jo prej meje. E di këtë gjë. Faleminderit shumë. Ke një gjë për të thënë njerëzit do ta shohin këtë emision? Shikojni, ju jeni. Jeni shumë. Faleminderit shumë. Do vazhdojmë me projektet tona, besoj siç bëjmë dritë për ëndra, do bëjmë projekte të tjera, apo? Po. Më të bukura. Ja, ishte Fabiani me mua në studio. Shihemi seri me radhë.